Qysh është me lujtë për krah Adriana Matoshi? Qysh është Adriana? Adriana fantastike, është shumë e mirë, edhe është shumë e lehtë, sepse është eksperienca, është... Super aktore për ndryshe. Po ne kam shumë mike, domthonë pe 2009-2010 ka luajtur me to dhe jemi jashtëzakonisht, domthonë edhe biles ka qenë insistimi jam me qenë Adriana. Atë se unë kam qenë roli kryesor, Egjo, edhe në momentin kur jam përmend aktor, të më thonë Adriana, pikma, me këta tjetë bajnë qatë dëllë. Apo shkëlqen më shumë në aktrem Adriana, apo shkëlqen më shumë në kuvend? Edhe që kështë të thonë për projektet. E fort, okej, edha përgjigjen, e mirë. E mirë ishte. Disa që është me potencu të Egjo, që është për mua e jashtëzakonshme, për më është, po më doket për herë të parë, është njëri po vazhdo mu shfaq. Po, prandaj, suksesi... Në këllën që ma kish bo ma kish shu si lajmë Ibra, regjizori, në këllën ishtë me 26-in. Apo mund është me qenë prezent në përkrik të festivalit? Jo krejt. Pse e kanë... Edhe, unë po du me thonë që unë nuk di film shqiptar, që ka zgotë ma shumë se 3-4 muj prezentim, dërsh në kinemon, dërsh festivalin, dërsh përgjësi, të më thonë që një super alamet filmi që i përull në sukseseve të Blerta Bashollet, të Dua, të Visar Morinës edhe. Po kanë qenë festivalet, për shumë të më në Berlinale, në Cannes, Sarajev, në Cineplex, faleminderit shumë. Apo kuptën? Ndërsa Regjo po vazhdon që 2 ose ma shumë vite më shfaq, sinqerisht është abit shumë. është bo shprehit e këna një diçka që zdhejs, tash me që i kësaj bote film teatr, po edhe në muzik,